ashtu si që e keni parë, grupi parlamentari Aleancës për Armiqin e Kosovës nuk ka marrë pjesë në këtë seancë, e cila është thirrur në fakt për bërë një improvizim siç u pa, i cili u shfrytëzua vetëm e vetëm për të bërë disa deklarata politike, gjoja se për të ndrruar kushtetutën, proces ky i cili nuk mundet me ndodhë piknatës dhe nuk mundet me ndodhë në rrethana ku nuk ka diskutim paraprak, për shkak se këto amandamente janë të vitit 2011, ka një akt vendim gjykatës kushtetuese të vitit 2012, dhe pastaj vinë në një kohë dhe në një rrethon kur qytetarët e Kosovës po presin a do të zgjedhet apo jo një president, dhe jo a do të ndron apo jo kushtetuta, kur dihet shumë mirë, siç e pat edhe ju në këtë seancë, që nuk mund të votohen këto amandamente pa pas prezent edhe deputet që përfaqësojnë komunitetin jo shumicë. Pra ajo çka pam sot, pam një improvizim të skajshëm, pam një tendencë për të shpërnda edhe një mjegull tek qytetarët e Kosovës, dhe mbi gjitha ishte vetëm një ushtrim sa për t'i dhënë disa deklarata politike, gjoja se po krijohet një mejdan për me u zgjedh presidenti, e duke e ditë i madh edhe i vogël, duke e ditë secili qytetar i Kosovës që ky ushtrim, kjo seancë, këto amandamente nuk do të kenë asnjë efekt juridik, e as kushtetues, e as zgjedhor, për shkak se kur të vendoset me u ndrru një nen kushtetues për që implikon drejt për drejt zgjedhjet, ajo është një diskutim bukur serioz, bukur i gjatë, dhe po të kishte pas vullnet qeveria që ka qenë që 5 vite, këto amandamente kanë qenë në sirtar, kanë qenë në sirtarët e Kuvendit Kosovës dhe kanë mujt me ardhë shumë më herët, e jo me ardhë pak orë para se të s'ka dënë afati kushtetues për zgjedhjen e presidentit të vendit. Aleanca për Armiqin e Kosovës në procesin me cilin po folim, moti e ka qëndrim politik që do të duhej në një kohë të ndodhë zgjedhja e presidentit drejt për drejt. Për shkak se kemi pa edhe rrethana të cilat kanë qenë bukur sfiduese në të kaluamën dhe jemi tu ballafaqu sot derisa po flasim edhe pak orë deri te skadimi i afatit 30 ditor për zgjedhjen e presidentit. Po krejt çka ka ndodhur sot është një improvizim politik për të thënë gjoja se një porosi që po dojmë me zgjedh presidentin, e në fakt qytetarët e Kosovës e presin vetëm një vendim. Vendimin i cili ose do ta zgjedh presidentin konsensual që nuk po ndodh, ose vendimin për shpalljen e zgjedhjeve. Andaj veprimi ynë politik ka qenë veprim për të thënë sot një porosi tek qytetarët e Kosovës që Aleanca për Armiqin e Kosovës nuk bjen prej dhe as nuk bëhet pjesë dhe kur nuk do të jetë në një pozicion ku flitet për fatin e institucioneve Kosovës, ku flitet për rregullin kushtetues, ku flitet për aspektet ligjore dhe juridike, vetëm sa për të bërë edhe një spektakël publik që në fakt qëllimin e ka për ndodh një konsum publik që ndodhi për një 2 orë dhe tash është një seancë tjetër. Ky është qëndrimi jonë dhe mbi këtë dëshirojmë se shumë qytetarë, shumë edhe votues tonë, edhe qytetarë po shprehim se s'keni marrë pjesë. Kjo është arsyeja pse s'marrim pjesë, për shkak se ne nuk bëhemi pjesë e një spektakli, e një improvizimi që më shumë i takoj, apo ma mirë me thonë ma shumë i ngjante një cirku, se sa një punë serioze, për të cilën qytetarët e Kosovës janë shqetësuar, një punë të përgjithshme politike, që është zgjedhja e presidentit të Kosovës. Ju faleminderit, a ka dikush ndonjë pyetje? Po shkojmë as pari me juve, ju lutem se më falë, seanca e radhës është po ashtu edhe një ushtrim tjetër, edhe një torturë tjetër për qytetarët e Kosovës,
për shkak se vendimi i gjykatës kushtetuese e përshkruan qartë, sakt, se nuk mund të nisë një proces për pa i pas dy kandidat. A e dini ju, apo a e din qytetarët e Kosovës, kush është kandidati i dytë i cili do duhet mundëson të një garë, apo fillimin e një gare zgjedhore? Pra kush është kandidati i dytë? Nuk ka kandidat të dytë. Andaj, këtë e shojmë pashtu edhe një ushtrim pak orë para se të përfundon kjo seancë. Alianca për Arminë e Kosovës? Jo, nuk do të merr pjesë në këtë seancë. Po nuk janë, mas pari, ne nuk i kem kandidat, ne e dim vetëm për një kandidat. Qysh mujmë na me pas qëndrim tjetër kur nuk ka zgarë? A e kuptoni që këtë ky ushtrim ka të bëj me konsumu edhe një kohë dhe një ngërç që është një mosmarrëveshje politike me u kthy drejt për drejt në interpretim kushtetues që Zoti e din si do të përfundon. Ju falenderit.